Përshëndetje të nderuar miq, po ju njeh me horoskopin për ditën e mërkur 15 korrik. Dashi. Kjo e mërkur sjell një ritëm më të ngadalt nga sa do të dëshironit, por pikërisht këtu fshihet mundësia juaj më e madhe. Mërkuri retrograd ju fton të rishikoni biseda, plane familjare ose vendime që i keni marrë me nxitim. Hëna dhe Jupiteri në Luan ju japin energji pozitive, kreativitet dhe dëshirë për të shprehur. Prandaj dita favorizon projektet artistike, takimet romantike dhe momentet me njerëzit që ju frymëzojnë. Në punë shmangni keq kuptimet duke kontrolluar 2 herë çdo dokument ose mesazh. Financat mbeten të qëndrueshme nëse nuk bëni blerje impulsive. Në dashuri, një bisede sinqert mund të afrojë më shumë çiftet, ndërsa beqarët mund të marrin një sinjal interesant nga dikush që e njohin prej kohësh. Mos u nxitoni, sot durimi është arma juaj më e fortë. Demi, energjia e kësaj dite ju ndihmon të përqendroheni tek stabiliteti dhe tek gjërat që kanë vërtet rëndësi. Venusi ju favorizon në organizim, në punë dhe në kujdesin ndaj vetes, ndërsa Mërkuri retrograd sugjeron të mendoni mirë para se të nënshkruani marrëveshje ose të merrni vendime të rëndësishme. Mund të rikthehet një person nga e kaluara ose një çështje që mendonit se ishte mbyllur. Në aspektin financiar, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe përqendrohuni tek kursimet. Në dashuri atmosfera bëhet më e ngrohtë nëse lini më njan kokëfortësinë dhe dëgjoni edhe këndvështrimin e partnerit. Beqarët mund të krijojnë një njohje interesante përmes punës ose rrethit shoqëror. Kujdesuni edhe për pushimin, trupi juaj ka nevojë për pak më shumë qetësi. Binjakët me Marsin dhe Uranin në shenjën tuaj, energjia nuk do t'ju mungoj, por sfida kryesore është ta drejtoni atë në mënyrën e duhur. Do të keni shumë ide, shumë komunikime dhe mundësi për të nisur diçka të re, megjithatë Mërkuri retrograd ju kujton të mos nxitoheni, kontrolloni çdo informacion përpara se ta ndani ose ta besoni. Në punë mund të lindë një mundësi interesante që kërkon fleksibilitet. Financat përmirësohen nëse shmangni vendimet impulsive. Në dashuri çiftet kanë nevojë për më shumë dialog, ndërsa beqarët mund të tërhiqen nga një person inteligjent dhe plot humor. Dita favorizon mësimin, udhëtimet e shkurtra dhe kontaktet e reja. Përdorni energjinë tuaj për të ndërtuar, jo për t'u shpërndarë në shumë drejtime. Gaforia, dielli në shenjën tuaj ju jep forcë, por Mërkuri retrograd kërkon reflektim. Mund të ndiheni më emocional se zakonisht dhe të rikthehen kujtime ose biseda të papërfunduara. Kjo nuk është një ditë për të marrë vendime të nxituara, por për të kuptuar më mirë atë që dëshironi. Në punë, një projekt i vjetër mund të marrë sërish jetë ose të kërkojë korrigjime. Financat kërkojnë kujdes me pagesat dhe dokumentet. Në dashuri, partneri ka nevojë për sinqeritet dhe mirëkuptim, ndërsa beqarët mund të takojnë dikë që sjell një ndjesi familjariteti. Besoni intuitës suaj, por mos lejoni që emocionet të errësojnë logjikën. Dita ju ndihmon të vendosni baza më të forta për javët që vijnë. Luani, Hëna dhe Jupiteri në shenjën tuaj ju vendosin në qendër të vëmendjes. Karizma juaj rritet dhe njerëzit e vënë re praninë tuaj. Është një ditë ideale për prezantime, intervista, takime ose projekte krijuese. Megjithatë, Mërkuri retrograd ju këshillon të mos zbuloni të gjitha planet menjëherë. Mbani disa ide për momentin e duhur. Në dashuri, energjia është pozitive dhe romantike, çiftet mund të përjetojnë momente të bukura, ndërsa beqarët kanë mundësi për njohje të reja. Financat janë në përmirësim, por shmangni luksin e tepërt. Vetbesimi ju hap dyer, por përulësia do t'ju ndihmojë t'i mbani ato të hapura. Dita premton zhvillime pozitive nëse veproni me maturi. Virgjëresha, Venusi në shenjën tuaj ju bën më tërheqës, më të qartë në mendime dhe më të kujdesshëm ndaj detajeve. Kjo është një ditë shumë e mirë për të organizuar punët, për të vendosur prioritete dhe për të përmirësuar rutinën. Mërkuri retrograd mund të sjellë vonesa në komunikim ose ndryshime në plane, ndaj lini gjithmonë një alternativë rezervë. Në dashuri, partneri vlerëson kujdesin dhe përkushtimin tuaj, ndërsa beqarët mund të tërheqin dikë që admiron seriozitetin tuaj. Financat janë të favorshme nëse planifikoni me kujdes. Kujdesuni edhe për shëndetin, veçanërisht për pushimin dhe ushqimin.
Çdo hap i vogël që bëni sot do të ketë ndikim pozitiv në javët në vazhdim. Peshorja, energjia e kësaj të mërkure ju nxit të kërkoni ekuilibër mes detyrimeve dhe jetës personale. Mund të merrni një lajm ose një telefonat nga dikush që nuk e prisnit. Mërkuri retrograd ju kujton të mos reagoni menjëherë, por të analizoni situatën me qetësi. Në punë, bashkëpunimet janë të rëndësishme dhe diplomacia juaj do të jetë arma më e fortë. Në dashuri, çiftet mund të zgjidhin një keqkuptim të vjetër, ndërsa beqarët kanë mundësi të njohin dikë përmes miqve. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë. Mos e humni besimin në aftësitë tuaja. Dita ju favorizon kur vendosni harmoninë mbi konfliktin. Akrepi, intuita juaj është shumë e fortë sot dhe do t'ju ndihmojë të kuptoni situata që të tjerët nuk i vënë re. Megjithatë, Mërkuri retrograd sugjeron të mos nxirrni përfundime pa i dëgjuar të gjitha faktet. Në punë mund të rishfaqet një mundësi që dikur ju kishte shpëtuar. Financat kërkojnë kujdes në investime ose blerje të mëdha. Në dashuri, emocionet janë të thella dhe një bisedë e sinqertë mund të afrojë më shumë partnerin. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush misterioz ose me karakter të fortë. Besoni instiktit tuaj, por shoqërojeni atë edhe me logjik. Sot fiton ai që di të pres momentin e duhur. Shigjetari, kjo ditë sjell optimizëm dhe dëshirë për të zgjeruar horizontet, mund të lindë një ide për një udhëtim, një kurs ose një projekt të ri. Megjithatë, Mërkuri retrograd ju kujton të kontrolloni çdo detaj përpara se të bëni rezervime ose investime. Në punë, fleksibiliteti ju ndihmon të zgjidhni situata të papritura. Në dashuri, çiftet duhet të kalojnë më shumë kohë cilësore së bashku, ndërsa beqarët mund të njohin dikë përmes internetit ose gjatë një aktiviteti social. Financat mbeten të qëndrueshme nëse shmangni rreziqet e panevojshme. Entuziazmi juaj është ngjitës, por suksesi sot vjen kur e kombinoni me planifikim. Britsjapi, përgjegjësitë janë të shumta, por aftësia juaj për t'i menaxhuar mbetet një nga pikat më të forta. Kjo e Mërkur ju fton të rishikoni objektivat afatgjata dhe të korrigjoni çdo detaj që nuk funksionon më. Në punë mund të merrni vlerësime për përkushtimin tuaj, por mos nxitoni të pranoni oferta pa i analizuar mirë. Në dashuri, partneri pret më shumë kohë dhe vëmendje, ndërsa beqarët mund të takojnë dikë me interesa të ngjashme profesionale. Financat janë të favorshme për planifikim dhe kursime. Sot nuk është dita për të garuar me kohën, por për të ndërtuar me durim themele të forta. Ujori, dita sjell lëvizje, surpriza dhe ide të reja. Urani ju shtyn të mendoni ndryshe, ndërsa Mërkuri retrograd ju kujton se jo çdo ndryshim duhet bërë menjëherë. Në punë mund të lindë një bashkëpunim interesant ose një projekt që kërkon kreativitet. Në dashuri, çiftet duhet të flasin hapur për planet e së ardhmes, ndërsa beqarët mund të tërhiqen nga një person shumë origjinal. Financat kërkojnë kujdes me blerjet online ose pagesat elektronike. Mos keni frikë të dilni nga rutina, por siguroni që çdo hap të jetë i menduar mirë. Dita shpërblen ata që kombinojnë inovacionin me përgjegjësinë. Dhe peshqit, energjia e kësaj të Mërkure ju bën më të ndjeshëm dhe më intuitiv. Mund të ndjeni nevojën të largoheni për pak nga zhurma dhe të dëgjoni zërin tuaj të brendshëm. Mërkuri retrograd favorizon reflektimin, krijimtarinë dhe rikthimin tek projekte që i kishit lënë pezull. Në punë mos lejoni që emocionet të ndikojnë në vendimet praktike. Në dashuri, partneri vlerëson butësinë dhe mirëkuptimin tuaj, ndërsa beqarët mund të krijojnë një lidhje që lind natyrshëm, pa shumë përpjekje. Financat janë të qëndrueshme nëse shmangni shpenzimet emocionale. Besojini intuitës, por mos harroni se edhe ëndrat kanë nevojë për një plan të mirë për t'u bërë realitet.